Lulzim Basha, si që dini ju, nuk bëri me porosi as edhe përpjekjen më të vogël për të faktuar farsën. Unë e denonsova farsën. Me datën 23 prill, a ishte me 21 prill zgjedhjet, me 25, me datën 27 prill, unë kam publikuar statusin, artikullin, vota vdiq pa hyrë kuti. Dhe kam rjeshtuar një seri faktorësh pse unë shpalla votën të vdekur pa hyrë në kuti. Naturisht jemi sinqert, ato në vitin 2021 ishin jo me shumë se 50% të këtyre që janë sot. Por, përsëri, ato i shtruan zgjedhjet në farsë. Dhe unë përsëri e them këtu, se komuniteti ndërkombëtar qëndroi në raportin e tij. Qëndroi raporti paraprak i zgjedhjeve të vitit 2021, një raport serioz që vën gishtin në problemet madhore, qoftë u kujtohet. Lulzim Basha nuk vrapoi pas denoncimit të farsës elektorale, por vrapoi pas karrigës tij. Dhe po unë në atë artikull, e kam mbyllur. Është e domosdoshme që Partia Demokratike të faktoj, të vërtetoj, të denoncoj të gjithë këto që ndodhen në këto zgjedhje dhe pastaj të merret me analizën e vet. Lulzim Basha ndërpreu atë proces edhe u filloi edhe vuri në epiqendër karrigën e tij. A është kështu? Prit. Sa e kam mbështetur unë, ajo e kam mbështetur, pas e kam mbështetur, lexo ato që kam shkruar. I kam kërkuar në mënyrë të përsëritur, por ai kishte projekt tjetër. Ai nuk kishte i lirë, kishte projekt tjetër. Pra, jo, ai kishte projekt koalicionin. U pa e qartë. Lexoje ti mesazhin që i shpalte të dy fitimtarë të zgjedhjeve. Lexoje vetë. Që s'kisha pa kur. Sot, zotë Berisha, që Partinë Demokratike nuk ka zëra për të kërkuar edhe pak përgjithësi ndoshta. Tani, jo, ti je i sigurt që kjo është një parti e hapur, është një parti demokratike dhe është një parti që nuk largohet kurrë nga analiza, nga shqyrtimi i të metave, gabimeve, ripërtritja, përmirësimi, por ka periudhën e vet. Unë që në 2021 kam shkruar për tjetrin se fillimisht kjo dhe pastaj analiza, unë nuk kam dy standarde. Unë jam koherent në ato qëndrime që mbaj. Jam vërtet shumë koherent, nuk lëvizu nga ajo. Dhe kështu që s'ka bashkëpunëtorët e mi sot janë të bindur se kjo ishte një farsë. Dhe janë të bindur që po bëhet çdo përpjekje bashkërisht për të denoncuar këtë farsë. Dhe ky është një proces i ndërlikuar me punë voluminoz shumë, me djerës e tjere me radhë. Por ne këtë po bëjmë. Edi Rama
Edhe një herë, plasi që të marrë një urim. Plasi. Ku do qonë, deputetve të huaj. Po një urim. Nishtë një urim. Po, mos bënit thememra tani. Jo, nuk e them, sepse nuk hynë në korespondencët privat, se prish privatësin, dhe unë jam për respektim në privatësisë. Si vjen, nuk i vjen askush.